Qytetarët e Vlorës do të drejtohen të dielën e 9 nëntorit kutive të votimit për të votuar për kryetarin e ri të bashkisë. Në fletën e votimit do të jenë 3 kandidat: Bronilda Mersini në siglën e Partisë Socialiste, Dionis Sota, kandidat i pavarur por që mbështetet nga Partia Demokratike dhe Opozita, si dhe kandidat i pavarur Gjergjinika. Vetëm pak ditë nga e diela e votimeve, opinioni qytetar është i ndarë në mendime dhe qëndrime. Duket se problemet e përditshme, sociale dhe ekonomike i kanë bërë qytetarët që t'jenë indiferent ndaj proceseve zgjedhore, kur pyeten nga media nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet e 9 nëntorit. Në fakt, përgjigjet e të intervistuarve nuk janë optimiste, por qytetarët duhet ta kuptojnë se drejta e votës është shumë e rëndësishme për fatet e tyre dhe qytetit në të ardhmen. Ndaj përkundrejt faktit se për këtë do të votojnë në këto zgjedhje, pjesëmarrja në proces është një detyrim qytetar. Kur të ngërëm pensionin, atëherë do interesohet. Do të votoni të tjerë? Shikoj tani, pjesë kujtum rëmujësh. Po vajta, po s'vajta. Po sa kandidatë janë? Din se kandidatë? Këtu 2 më duket dhe 3 më duket janë. 2 këte, 1 andej 3. Keni dëgjuar programet e tyre? Se kam dëgjuar fare. Po s'ka zgjedhje di unë. Zgjedhjet për Bashkinë e Vlorës. Po siguruan anulua ajo. Pa tjetër që po. Në Tiranë u anulua. Në Vlorë do votohet, në çfarë datë 9? Të votojmë. Sa kandidat janë? Po ku di unë, 2 janë, një grua dhe një burr. Keni dëgjuar për platformat e tyre kandidatëve apo? Jo, s'kemi dëgjuar, që s'është bërë ndonjë mbledhje ndonjë gjë që të shohoj. Do çfarë do votoj për ata fëmijë që më kanë ikur të jashtë? Ka edhe qytetarë që shikojnë përtej një palë zgjedhjesh vendore. Ata e kanë me demokracinë, që sipas tyre duhet të funksionojë në të gjitha hallkat e saj. Unë mendoj që vetëm kur demokracia të fuzet themele, këtu do të vej çdo gjë në vijë. Kur të vej pronat e Zotit dhe çdo gjë, atëherë kemi shtet demokratik. Demokracia do kohë që të futet në brazd. Po nuk vajtën 3 kolonat e kushtetutës shqiptare, nuk ka demokraci në këtë vend. Mes qytetarëve ka edhe përgjigje ironike. Ku s'di gjë fare se ç'a bëhet. Po do të thotë nuk do të shkojnë? Po nuk di gjë. Nuk di kush është kandidat. S'ke dëgjuar as? Jo, nuk i ndjer klajmet fare. 0, 0, 0, 0. 0. Nuk shkon fare televizor. I kemi mirë në shtëpi. Vlora voton të dielën, ndërsa qytetarët e saj do të shprehin vullnetin e tyre për kryetarin e ri të bashkisë, që do të ketë një mandat të pjesshëm.